Fundjava e zgjatur nuk do të ketë mod stabil. Sipas Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike, të shtunën mund të ketë rreshje shiu, të dielën pritet mod më i mirë, kurse të hënën mod i kombinuar. Ndërsa në të gjitha ditët pritet të ketë erë të fortë. Siç bën me dje meteorologja Maria Cvetanovska-Atanasova, kushtet për shi lokal do të krijohen që sonte në orët e mbrëmjes. Do të fryej erë fortë nga drejtimi i veriperëndimor dhe të shtunën priten rreshje të lehta shiu, kurse të dielën mod me diell. Nesër mëngjesi do të jetë me re, paraditet do të ketë kushte për shi të lehtë. Në orët e pasdites do të ketë periudha të shkurtëra me diell. Temperatura do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Të dielën do të ketë stabilizim të motit, me periudha më të gjata me diell. Pasditet do të ketë erë nga drejtimi jug-lindor. Temperatura maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Moti vranet kthehet sërish të hënën me periudha të shkurtra me diell. Temperatura pritet të jetë deri në 20 gradë Celsius. Të hënën do të jetë kryesisht me vranësira me periudha të shkurtëra me diell në pjesët qendrore të vendit. Do të fryej erë fortë nga drejtimi jug-lindor, e cila fryn mbi lumin Vardar. Do të arrijë shpejtësinë prej 50 km/h, ndërsa temperatura maksimale do të jetë deri në 20 gradë Celsius. Prej ditës së martë, siç njoftoi Cvetanovska-Atanasova më tej, pritet mod kryesisht i vranet me rreshje shiu, të cilat do të bien kryesisht në pjesët perëndimore dhe veriore. Do të fryejë erë fortë nga drejtimi jug-lindor. Rreshjet e shiut më të intensifikuara do të jenë ditën e ejte.